Nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Me 82 vota kundër, Parlamenti rrezon kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut, opozita proteston, Berisha thotë se Rama shënoi fundin e tij politik. Pas votimit për Ballukun, ndërkombëtarët kërkojnë që SPAK të lejohet të bëjë punën e tij, kryeministri Rama u përgjigjet mbështetje e plotë për drejtësinë. Rritet numri personave të prekur nga sëmundjet e veshkave, mes tyre dhe mosha të reja, mjekët thonë se ndikoi abuzimi me ilaçe gjatë pandemisë. Vjojmë më gjërësisht, Parlamenti votoi këtë të njëjtë kundër heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut. Me 82 vota kundër, socialistët rrëzuan kërkesën e prokurorisë për arrestimin e ish numri 2 të qeverisë. Në emër të mazhorancës, Ulsi Manja argumentoi se ky qëndrim vjen për shkak se Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe nuk e pengon dot drejtësinë. Vetë Balluku nuk ishte në seancë. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Vjojmë me rendin e ditës. Pika 4. 82 deputet mazhorancës votuan kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut, ish zëvendës kryeministres e cila po hetohet për shkelje të barazisë në tendera. Ndërkohë që 47 deputetët e opozitës votuan pro heqjes së imunitetit të socialistës Belinda Balluku. Seanca u zhvilluar në një klim të tensionuar me mbështetësit e opozitës që protestonin jashtë dyerve të kuvendit. Mes radhëve të socialistëve munguan në mbledhjen e parlamentit Elisa Spiropali, Fatmir Xhafaj e Blendi Gonxha. Vetë deputetja socialiste Belinda Balluku, e cila sipas rregullores ka të drejtë të mbrohet para deputetëve, preferoi të mos vijë në seancë. Në emër të opozitës, Oert Bylyk Bashi prezantoi raportin e pakicës, duke i kërkuar kuvendit votoj pro kërkesës së SPAK-ut. Bylyk Bashi argumentoi se Komisioni Venecia se ka thënë qartë se imuniteti mbron kuvendin e jo deputetët e veçantë duhet hiqet në çdo rast nëse akuza nuk është politike. Nëse kuvendi shqyrton nevojën apo jo të kryerjes së një veprimi konkret hetimor nga ana e organeve të drejtësisë, atëherë demokracia përballet me një rrezik flagrant. Rënohet parimi i ndarjes së pushteteve i sankcionuar nga Neni 7 i Kushtetutës. Ulsi Manja lexoi raportin e shumicës, duke theksuar se kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e ish numrit 2 të qeverisë duhet rrëzuar. Sipas Manjës, Belinda Balluku sot është thjesht deputete e nuk përbën asnjë rrezik që drejtësia të vazhdojë punën e saj. Ky qëndrim i yni sot t'jeni të bindur që nuk ndikon në vijimin e hetimit penal. Sepse deputetja Belinda Balluku është në hetim nga prokuroria e posaçme që nga gushti i vitit 2024, me mas sigurimi që është fuqi që prodhon pasojë juridike, siç është ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit. Në fund të procesit votimit, e gjithë opozita u ngrit në këmbë në shenjë proteste ndaj rrëzimit kërkesës së SPAK-ut. Në këtë situatë, socialistët i dhanë fund diskutimeve e kaluan në votimin e pikave të parashikuara në rendin e ditës. Prej miratimit të reformës në drejtësi dhe ngritjes së SPAK-ut, prokuroria e posaçme ka ardhur 3 herë në parlament për të kërkuar heqjen e imunitetit për një deputet. SPAK-u ka kërkuar autorizim më herët për arrestimin e ish zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj dhe kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Në të 2 herët, Partia Socialiste ka votuar pro. E kjo është hera e parë që socialistët rrëzojnë SPAK-un në parlament. Teksa në sallën e parlamentit u votua kundër kërkesës së SPAK për arrestimin e Ballukut, opozita protestoi duke kërkuar largimin e Edi Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se kryeministri vulosi këtë të njëjtë fundin e tij politik. Për rreth 19 minuta opozita protestoi përpara parlamentit duke e kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme. Protesta ishte e qetë edhe pse nuk munguan momentet e tensionit mes mbështetësve të opozitës dhe forcave të policisë.
Pasi mazhoranca rrëzoi kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, së bashku me deputetët e opozitës, ju bashkuan protestës. Sot ai nuk votoi për Lumi Ballukun, votoi për veten e tij, votoi për të mbrojtur vjedhjet që ka bërë, krimet e shëmtuara që ka kryer. Berisha u bëri apel qytetarëve t'i bashkohen protestave të opozitës deri në largimin e kryeministrit Edi Rama. Edi Rama mendon se mbylli dosjen e tij duke votuar kundër heqjes së imunitetit. Por dosja e tij nuk mbyllet kurrë dhe do ta ketë sigur varri. Edhe pas vdekjes në varrin e tij do t'i vendosen hajdut, do shkruaj një krye hajdut, do t'u prejë një krye hajdut do shkruaj. Ndaj dhe le të vazhdojmë ne kryerritjen tonë paqësore, kjo është pranvera jonë. Kryetari i Partisë Demokratike lajmëroi se protesta e radhës do të jetë në 22 mars, një ditë e rëndësishme për Partinë Demokratike, pasi në 22 marsin e vitit 1992 e djathta fitoi zgjedhjet për herë të parë pas rrëzimit të diktaturës komuniste. Ndërkombëtarët reaguan një zëri lidhur me vendimin e parlamentit që refuzoi heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Bashkimi Evropian dhe ambasadat e Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe nënvizuan rëndësinë e ndjekjes penale të zyrtarëve të korruptuar. Rrëzimi i kërkesës së SPAK nga parlamenti lidhur me imunitetin e Belinda Ballukut ka tërhequr dhe vëmendjen e ndërkombëtarëve. Delegacioni i Bashkimit Evropian erdhi me një reagim pas votimit, ku theksuan se lufta kundër korrupsionit mbetet kusht kryesor për integrimin, ndërsa inkurajoi SPAK të vijojë detyrën. Angazhimi ndaj sundimit të ligjit dhe lufta kundër korrupsionit janë me rëndësi të madhe për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Sigurimi i një mjedisi të favorshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme progresin e Shqipërisë deri te antarësimit në BE. Të njëjtin qëndrim mbajti dhe ambasada gjermane, e cila u shpreh se hetimin ndaj funksionarëve që shkelin ligjin duhet të vijojë. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Përpara nisjes së seancës reagoi dhe ambasada britanike, duke theksuar se imuniteti që gëzon deputeti nuk duhet të bëhet pengesë për drejtësinë. Ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi mbeten partner të barabartë në mbështetjen e këtij progresi si pjesë e qëllimit të Shqipërisë për arritjen e antarësimit në BE, ndërsa imuniteti parlamentar duhet të mbrojë procese demokratike, ai nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë përpara ligjit. Më herët ndërkombëtarët e cilësuan çështjen e Ballukut si një test për Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj qëndrimit të ambasadave për çështjen Balluku. Shefi i qeverisë holli poshtë pretendimet se votimi i kësaj të njëjtë në parlament pengon drejtësinë. Reagimet e ndërkombëtarëve për sa i përket çështjes së imunitetit të Belinda Ballukut sollën edhe përgjigjen e kryeministrit Edi Rama. Me anë të një postimi në rrjetin social X, kreu i qeverisë shpjegoi se vendimi i parlamentit do të ishte i njëjtë edhe në institucionet ligjvënëse europiane. Shumica qeverisës e bëri sot pas një diskutim atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Evropës, ku kalimi kërkesave të prokurorisë jo për arrestin pa gjyq të një deputeti, po për të filluar apo jo hetimet, nuk është askund si kalimi pas një lloj kontrolli kufive në zonën Schengen. Rama përsëriti edhe një herë se Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe se narrativa se po pengohet drejtësia sipas Ramës nuk qëndron. Sot ne kemi respektuar plotësisht ato norma dhe kush pretendon të kundërtën ka të drejtën e vet të padiskutueshme, por s'ka argumenta të mjaftueshëm për të fituar debatin mbi ekzistencën ose jo të kufirit mes pushteteve të pavarur kushtetues, të cilin Parlamenti i Shqipërisë e mbylli sot, duke treguar se dinjiteti parlamentarëve nuk është material për eksperimente sociopolitike. Në përgjigjen e tij ndaj ambasadave, kreu i qeverisë shpjegoi se reforma në drejtësi do të vijojë dhe se pavarësisht çdo lëvizje, SPAK mbetet i palëkundur. Në datën 18 mars, gjykata e posaçme do të shpallë vendimin për kalimin ose jo për gjykim të dosjes ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Pas seancës së kësaj të njëjte, e pandeura tjetër në proces, Monika Kryemadhi deklaroi se SPAK nuk ka prova që të mbështesë akuzat për korrupsion.
Vendimin se dosja Çezdia do të kalojë apo jo për gjykim do të jepet në datën 18 mars. Këtë të enjte i pandehuri, ish presidenti i vendit Ilir Meta, i pranishëm në seancë, këmbguli në pafajësinë e tij, duke pohuar se nuk ka pasurit fshehura dhe se ka bërë një jetë të thjeshtë. E bashkëpandehura në këtë proces Monika Kryemadhi deklaroi se do duhet që prokurorët e posaçëm të provojnë akuzat e korrupsionit, pasi dokumentet që ata vënë në dispozicion sipas saj janë të falsifikuara. Si mund të ngresh një akuzë për korrupsion, kur ndërkohë nuk e ke veprën e korrupsionit. Pretendimet e organit akuzës që sikur Unify ka paguar faturat e LSI-s për lobim, deri më sot ne shikonim në rrugë, po themi si argumentim ligjor, kur tashmë i tham troç që ne na rezulton që faturat të cilat pretendoni ju janë falso. Zoti Meta është shumë racional në kërkesat e tij. Zoti Meta s'ka asnjë firmë, s'ka asnjë mesazh, s'ka asnjë komunikim, s'ka asnjë vendim, s'ka asnjë gjë. Të dy janë vënë në akuzë për 3 çështje: korrupsion, e pastrim parash me dosjen e njohur si Çezdia, mosdeklarim pasurie për lobimin dhe disa fatura mjekësore. Sotir Klapi, prokurori i çështjes, pretendon se Ilir Meta në cilësinë e ministrit të energjetikës ka shkelur ligjin duke mos monitoruar mbledhjen e borxhit të prapambetur të faturave të energjisë në dëm të kompanisë Çez. Sipas tij, përmes pushtetit të tij, shlyerja u bë përmes kompanisë Dia, e cila nuk i përmbushte kriteret e domosdoshme ligjore për ta mbledhur borxhin. Në bashkëpunim, ish çifti politik dyshohet për kontratat e konsulencës dhe lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos deklarim të shpenzimeve mjekësore për periudhën 2013-2019. Prej disa ditësh, 6 punonjës të Identitek ndodhen në kampin Ashraf 3 në Mans, ku po kryen procedurat për pajisjen me leje qëndrimit të mujahedinëve që jetojnë në këtë kamp. Procedurat po zhvillohen brenda ambienteve të mbyllura të kampit, pasi sipas planit të masave të sigurisë është vlerësuar si më e arsyeshme që mujahedinët të mos paraqiten në zyrat shtetërore për të kryer aplikimet. Me pajisjen me leje qëndrimi, ata do të kenë mundësi të udhtojnë në vendet ku shtetasit shqiptar mund të lëvizin pa viza. Megjithatë, nuk dihen arsyet konkrete pse kjo procedurë po kryhet me ritme të përshpejtuara në një kohë kur tensionet në lindjen e mesme janë më të larta se kurrë. Burime nga siguria e kampit Ashraf 3 bëjnë me dije se me këto procedura po merret Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit në bashkëpunim me Identitek. Në kampin Ashraf 3 aktualisht ndodhen rreth 2500 mujahedin. Në iftarjen e shtruar me rastin e Ramazanit për punonësit e medias, kryeministri Edi Rama tha se feja është ajo që i bashkon shqiptarët. Shefi i qeverisë u shpreh bindur se brenda vitit 2030 Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama së bashku me bashkëshorten e tij Linda Rama shtruan një iftar për gazetarët në kuadër të muajit të shenjtë Ramazanit. Gjatë fjalës së tij, kryeministri u shpreh se kjo periudhë nuk lidhet vetëm me disiplinën personale, por edhe me reflektimin moral. Vendi i mirëkuptimit, ndryshimi mes nesh bëhet vlerë brenda nesh, dallimet theksohen sepse na bie më shumë në sy ky agjeron, ky s'agjeron, ky vjen nga andej, ky vjen nga këtej, por në fakt konflikti tretet. Kryeministri u ndal edhe te integrimi evropian, duke u shprehur se synimi është që mandati aktual të jetë i fundit që Shqipëria qëndron jashtë Bashkimit Evropian. Dhe duke qenë se ky iftar është i pari i këtij mandati të katërt, në detyrën që ma jep privilegjin që t'ju ftoj këtu së bashku me Lindën, ndërkohë që ky mandat unë dua të jetë i fundit i një kryeministri të Shqipërisë jashtë shtëpisë së Evropës së Bashkuar. Rama tha se për herë të parë Ramazani dhe Krishtlindje do të përkojnë në të njëjtin vit, në 2030 që përkojnë edhe me objektivin e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në ditën botërore të veshkave, mjekët rreshin vëmendjen për rritjen e personave të prekur nga sëmundjet që i dëmtojnë ato. Sipas tyre janë shtuar edhe pacientë të rinj, sidomos nga teprimi me ilaçe gjatë pandemisë. Sëmundjet e veshkave po përhapen çdo ditë më shumë, duke prekur edhe të rinjt. Sipas të dhënave botërore, rreth 250 milion njerëz në mbar globin vuajnë nga këto sëmundje, por vetëm 5% diagnostikohen herët.
Të dhënat flasin që 1 në 10 individ vuajnë me një dëmtim të funksionit të veshkës. Këto shifra janë shumë të domethënëse për vetë faktin që një numër i tillë i madh i pacientëve, absolutisht në stadet avancuara, ka nevojë për një kujdes shumë të specializuar shëndetësor dhe pacientët mund t'i nështrohen deri tek dializa dhe transplanti. Mbas pandemisë, përdorimi i medikamenteve në mënyrë të pakritert, gjithashtu edhe fakti që smundjet e veshkave janë konsideruar si vrasës të heshtur. Shtimi i rasteve lidhet kryesisht me stilin e dobët të jetesës dhe përdorimin e alkoolit e substancave narkotike. Këta faktor ndikojnë drejt për drejt duke bërë shpesh dëmin të pakthyeshëm. Këto vitet e fundit është rritur numri i të sëmurëve të grup moshave më të reja. Kjo i atribuohet mbase, siç e thash më lart, stilit i jetesës ose edhe nën diagnostikimit në numër dhe në kohë. Neve hospitalizojmë që ka mosha 15 vjeç pacient me sëmundje të veshkave, për vetë faktin se i përkasin ndonjëherë disa patologjive gjenetike të trashëguara, ndërsa në raste të tjera, kur janë diçka akute, absolutisht që duhet shikojmë edhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Në ditën botërore të veshkave, mjekët nefrolog apelojnë për kontrolle të rregullta dhe një stil të shëndetshëm jetese. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.